do të duhet ta riveshim brenda një kohe të arsyeshme. Unë dua ndërkohë të ndaj me ju një parashtyr të shumë përmbledhur të ecurisë së këtyre viteve, ku përballë një errësire të madhe informimi të publikut lidhur me të vërtetat, lidhur me faktet, dhe në atë errësirë ku publiku goditet për natë e për ditë me gjysmën vërteta që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, është shumë e rëndësishme që t'i japim mundësi njerëzve në këtë moment të shohin se çfarë ka ndodhur përtej zonës tyre, çfarë ka ndodhur përtej horizontit të punëve tyre të përditshme. Se padyshim dikush që ka marrë shtëpinë e rindërtuar e di vetë realitetin e tij dhe e di vetë se sa besnik i kemi qëndruar ne. Por ama duhet di dhe shumë gjëra tjera që ndodhin përtej, në mënyrë që të gjithë së bashku të dim se çfarë është bërë realisht dhe se ajo që planifikohet bëhet nuk është një manifest dëshirash elektorale që hajtë se përshkojmë ke njerëzit dhe po ju tregojmë pralla ta haj kush ta haj, por është një plan i vendosur mbi themele shumë të forta. Dhe po e filloj me momentin ku fillon e gjitha, kur ne morëm detyrën tek vlera e përgjithshme e vendit. Vlera e përgjithshme e vendit, ose si quhet ndryshe prodhimi i brendshëm bruto i vendit, pra çfarë arrin vendi të prodhojë si vlerë, ishte 9-10 miliard euro. Sot ka kaluar 25 miliard euro. Dhe ne jemi të bindur që deri në Shqipërinë 2030 do ta çojmë këtë vlerë në 35 miliard euro. Që do të thotë, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të rishpërndar, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të investuar, për infrastrukturën dhe për të gjitha nevojat e tjera. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym, këtu jemi tek një pasqyrë e rritjes prodhimit të përgjithshëm në raport me rajonin. Ne nuk konkurrojmë me Gjermaninë. Garën me Gjermaninë e bënte Bufi kur ishte në qeveri.